Ushqimi Mekë dhe Medinit. Ushqimi tash na secili agjensione ka. Po flas për hotel edhe jashtë hotelit. Çast. Domethënë, okay. Na po folmi tash për hotel. Nëse dikush, sepse na e kena opsionalet. Kush don me ushqim ose kush don pa ushqim. Plus 100 euro ç'është ka. Plus 100 euro është me ushqim. E tash ushqimin nëse don mëngjes edhe darkë, mëngjesi është i hapun, ti ishe të mëngjesi, dikun 40-50 metra është bife e hapur, lloj ushqimi. Lloj ushqimi që nuk ka shans mos mi pëlqy dikujt diçka. Po. Dhe ajo kryesorja, ajo kryesorja edhe mëngjesi edhe darka mjaftojnë 2 herë, sepse ti ke me u thon qabe, adin zakonisht shumica e hoteleve e kanë bë ka 2 herë që normal ato e kanë hesapin. Edhe çat 2 herë s'po e hajnë bile, po flein. 2 herë po flein edhe. Ti shumë mirë e ki bën opsional. Opsional, po. Që mos më shku atje me pagujt e mos më hongër më se 7 ditë. Apo kupton? Ti e ki bën kur vish atje më sa mirësh vesh. Asaj përket që thonë ushqimi jashtë. Jashtë po. Sa është një hamburger shembull. Sa është hamburger s'ka, po një ushqim që me frin. Çashtu. Hamburgerat atje dallojnë me tonë edhe ato domethënë janë internacionale, McDonald's, lloj-llojshmëri kia dhasi, po ajo kryesorja është e arabëve ajo, është El-Baiki, po. El-Baiki. Shumë i njohshëm. Po, është hamburger me shijen tonë, domethënë nuk është një shije e arabëve që s'u han, domethënë komplet është shija jon, edhe është më i liri për këtë. Domethënë aty fillon me euro, aty fillon me euro një hamburger i thjesht është 1 euro. Double burgeri është dikun 1,60 €, tani vazhdon 3 euro, qashtu, Pepsi është 1 euro, do me thonë aty me blej, nëse blejnë... Me 10 euro frinjë është kënaqësh. Shumë është. Shumë bilen 10 euro. Shumë, për te bajki është shumë, për tjetër kon, po, për tjetër kon është që aty pari 6 euro, 7 euro, 8 euro, a për te bajki me 5 euro mund është mu frinjë. Me 5 euro mund është. Qëllimisht i cekmi këto që ta din, shikues që dojnë me shkut, po, xhepin ta kanë, po. Pijet qish janë? Pijet... Një lemenk Coca-Cola, ose Pepsi, ose hajde Fanta, bojkotojmë këtë, po hajde ki edhe asi, pijet arabe, se, vendit. Sa është një lemenk? Sa kushton me euro? 3 real kushton, do me thonë, me euro i bjen dikon 60 cent, 60 cent, po, ta keni parasysh për. 4 dinar, Do më thonë qëta janë pijet ushimet, ki kasmosi, do më thonë, shka pa duhet pije e ki zemzemin, na folë diçka për zemzemin losë.